Në një rrëfim të sinqertë dhe emocional në emisionin Reload në RTV Dukagjini, këngëtarja e njohur Eneda Tarifa foli për etapat kyçe të jetës dhe karrierës së saj, duke prekur edhe një nga periudhat më të errta për familjen e saj, vitin famkeq 1997. Artistja rrëfeu se familja e saj ishte ndër mijëra viktimat e skemave piramidale që tronditën Shqipërinë pas rënies së komunizmit. Patjetër që kemi qenë viktima, humbëm rreth 7 deri në 8.000 euro në atë kohë dhe për prindrit e mi që ishin intelektual dhe punonin ndershmërisht për çdo lek ishte një goditje jashtëzakonshme, tha Eneda. Ajo theksoi se parat nuk u kthyen kurrë dhe se kjo ngjarje e dhimbshme la gjurmë të thella në familjen e saj. Ishte një periudhë plot pasiguri, varfëri dhe rrëmuj. Njerëzit luftuan për të rimarrë atë që kishin humbur. Përdej dhimbjes, Eneda tregoi edhe forcën e një familjeje që u përball me sfidat e kohës, duke u bërë më e fortë. Rrëfimi i saj është një kujtesë e fuqishme e traumave kolektive që shoqëria shqiptare ka kaluar dhe një dëshmi e qëndresës përballë humbjeve të mëdha.